për të balancuar një lloj pushteti, por tashmë edhe sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe delegacionit, avokati i popullit është një figurë shumë e rëndësishme dhe qendrore, qoftë në raportin midis qytetarëve dhe institucioneve, pra ankesat që depozitojnë qytetarët, qoftë për të ruajtur një balancë për të drejtat e fëmijëve, qoftë për menaxhimin dhe mbrojtjen ndaj torturës dhe të paraburgosurve, por qoftë edhe në reformën e drejtësisë, siç e thash që avokati i popullit ka një rol thelbësor dhe të rëndësishëm. Dhe duke qenë se duhet jetë kaq i pavarur, nuk ka pse të jetë me hipotekë e një parti avokati i popullit. Nuk duhet të propozohet nga politika, qoftë kjo e majtë apo e djathtë. Unë mendoj që duhet të vetë propozohet. Pra, avokati i popullit duhet të vijë si vetë propozim, por mund edhe të propozohet, por të mos jetë me tapi. Pra, propozimi është tjetër gjë dhe të thuash ky është e imi, është tjetër gjë. Pra, të mos jetë pronë avokati i popullit. Sa kohë propozohet Rigels? Dhe kur sa kohë një parti politike propozon disa emra, supozohet që ata janë por domethënë nuk mund të them politik, sepse jo të politikan, ose një pjesë e tyre ishin apolitik, ishin nga shoqëria civile. Ka nevojë për vullnet politik, sepse sa kohë votohet nga politika, atëherë ky është një pozicion i cili duhet të mbështetet nga një vullnet politik. Por kështu mund të marrin të gjithë institucionet e pavarura, pra për të gjithë institucionet pronësinë. Parlamenti zgjedh KLP, zgjedh KLSH-n, zgjedh KLG-n, pra nëse politika do vendos certifikat pronësie për çdo institucion të pavarur, atëherë ky është problem dhe ne këtë kemi dashur që ta zhveshim politikën nga institucionet e pavarura. Pra është një institucion i brisht nëse zgjidhet kështu. Mirë, me aq sa e ke ndjekur deri më tani, ka një marrëveshje, ka një lojë të përbashkët mes dy partive? Këtë e ka thënë publikisht dhe kandidatët, zoti Ndrejgjoni, pashtu dhe zoti Haluçi. Edhe zonja Kalaja janë shprehur publikisht. Publikisht që këtu ka një lojë, ka një pazar, ka një sigurisht që brenda parlamentit edhe ne që merrem me reformën zgjedhore e ndjejmë shpesh që jo i gjithë partia, por deputet. Po, patjetër, këto janë rryma influencash, mund të jenë rryma influencash, se ta them, ata deputet që ja dhanë mbështetjen zotit Shabani, dhe pastaj u tërhoqën, unë mendoj që ja kanë dhënë individualisht dhe pastaj me urdhër partie janë të rrequr. Unë kështu e besoj, domethënë nga indicjet që kam. Kështu që mund të ketë ndoshta një pazar të fshehtë, po unë nuk e besoj. Unë besoj që është një presion i ndërkombëtarëve për ta zgjedhur tani. Pra nuk mund të shtyhet më kjo çështje 3 vite me një avokat pa mandat. Ka një emër pas këtij presioni? Nuk besoj që ka një emër, po ka një procedurë që duhet të zgjidhet tani. Pra ka një presion për momentin, jo për emrin. Dhe emrat janë 6 në ndjenjën time, kështu që nëse ka 6 emra në mos njërin tjetrin. Do me thënë, po më thua që opozita u ndje në presion? Unë mendoj që majoranca. Jo, opozita ka përshtypjen që ka qenë me tjetër mendim në momentin që ka firmosur. Ata thonë, për shembull zoti Berisha e sqaroi që ne dham mbështetjen firmosën për të kandiduar, por nuk janë këto propozimet tona. Nuk janë këta kandidatët që ne do donim të ishe në kryet ati në qoftë se ju e keni ndjekur si proces. Adriana Kala, jo, unë thjesht dua të sjell të risjell. Po, për ta risjell ishin 28 kandidat. Pra, kjo opozit, apo kjo parti në 28 kandidat, kur nuk gjen një kandidat i cili është kandidat i saj ose janë kandidat e saj, ka një problem këtu. Dhe fakti që janë dhënë firmat 6, ata 6 duhet të shkojnë. Por unë nuk mendoj që presioni ka shkuar tek PD-ja. PD-ja mund të ketë mosmarrëveshje